Shtëpia ishte e mbushur me zhurmë dhe lëvizje kur Gjeneta u pozicionua në qendër të dhomës së përbashkët. Banorët kishin vënë re se ajo kishte diçka për të thënë dhe menjëherë qeshjet dhe komentet filluan të qarkullonin, ndërsa secili përpiqej të merrej me energjinë që Gjeneta po sillte. Ajo filloi të tregonte një ngjarje që kishte ndodhur më herët me një ton të gjallë dhe dramatik, duke shtuar çaste pas çasti detaje që e bënin rrëfimin të duket më shumë si sken humori. "Dëgjoni tani", filloi Gjeneta, duke i hedhur një shikim ludos, "këtë herë e kam të qartë. Kishte një situatë që po bëhej pak e çuditshme, dhe po, disa veprime u ndaluan për një arsye të thjeshtë." Ajo qeshi lehtë dhe shtoi, "Po, e di që po mendoni të gjithë tani." Dhe bëri një pauzë dramatike që nxiti qeshje dhe buçima nga banorët. "Ludo, duke ecur pranë, nuk mund të mos buzëqeshte." Ai shikoi Gjenetën dhe bëri një shaka të lehtë. "Oh, tani po ma tregon këtë gjithë secilit? Do na kesh të gjithë duke u qeshur, apo jo?" Kjo e bëri dhomën të shpërthente në qeshje. Madje, disa banorë të tjerë që ishin më larg, filluan të komentojnë duke shtuar versionet e tyre komike të ngjarjes. Ndërkohë, Benita dhe Klodi ishin të lidhur me triko me tonin, duke krijuar një situatë të çuditshme vizualisht që tërhoqi qeshje të vazhdueshme. Klodi bëri një shaka me Benitën, duke e shtyr lehtë dhe duke i thënë, "Shiko si jemi këtu të ngjitur, nuk mund të largohemi." Benita qeshi dhe ju përgjigj me një ironi të lehtë, që e bëri situatën edhe më komike për banorët e tjerë. Gjeneta nuk u ndal. Ajo vazhdoi të rrëfej, duke dramatizuar çdo detaj dhe duke përdorur mimik të tepruar për të bërë situatën të duket sikur ishte film i gjallë brenda shtëpisë. Banorët, duke përfshirë edhe ata që ishin më larg, ishin të fiksuar në gjeste, shprehje fytyre dhe çdo fjalë që dilte nga goja e saj. Disa filluan të bëjnë imitime dhe të shtojnë komente të tyre, duke e kthyer rrëfimin në një komedi improvizimi, ku të gjithë ishin pjesëmarrës. Më pas Gjeneta ju drejtua ludos në mënyrë të shaka, "Ti nuk e lash të shkoja më tej." Dhe bëri një pauzë që nxiti të qeshura të mëdha. Ludo ngriti duart dhe buzëqeshi, "Oh, ti e di që vetëm po e shohim, jo?" Ky dialog vazhdoi për disa minuta, ku secila replikë shtonte tension dhe qeshje në të njëjtën kohë. Banorët e tjerë filluan të komentojnë situatën, disa duke bërë teori se çfarë mund të kishte ndodhur, të tjerët duke e dramatizuar versionin e tyre, duke shtuar fraza si "Oh, e pash këtë pjesë", ose "Ha ha ha, nuk po e besoj." Kjo krijoi një atmosferë që nuk ishte thjesht qesharake, por edhe dinamike dhe energjike, duke përfshirë të gjithë banorët në situatë. Ndërkohë, Toni, i cili ishte pjesë e trikos së përbashkët me Klodin dhe Benitën, qëndronte i qetë, duke bërë humor pa u përfshirë drejt për drejt në provokime. Ai bëri komente të vogla, sikur të ishte moderatori i situatës. "Oh, ju të tre dukeni shumë të lidhur këtu, nuk mund të shpëtoni nga qeshjet tona." Kjo bëri që të gjithë të shpërthejnë në të qeshura të tjera. Më pas, Gjeneta shtoi një tjetër element dramatik. Ajo imitonte reagimet e saj, duke u kthyer drejt Klodit dhe Benitës, duke i shtuar mimik dhe zë të lartë që krijonte një atmosferë karikaturale. Banorët e tjerë filluan të bëjnë pyetje të çuditshme dhe komente satirike, duke e shndërruar momentin në një çast teatral që zgjati për disa minuta, ku çdo detaj ishte subjekt i qeshjeve. Për rreth 10 minuta, dhoma ishte një buqet energjie. Gjeneta rrëfente, Ludo e provokonte, Toni qeshte dhe moderonte situatën. Klodi dhe Benita shtonin komente dhe gjeste, ndërsa banorët e tjerë reagonin në kohë reale, duke e kthyer çdo fjali në një moment të paharrueshëm. Qeshjet, komentet dhe dramatizimi i situatës e bën këtë episod të veçantë, duke treguar se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë, por edhe humor, spontanitet dhe marrëdhënie komplekse brenda shtëpisë. Në fund, Gjeneta përfundoi rrëfimin e saj, duke buzëqeshur triumfalisht dhe duke parë se atmosfera ishte krejtësisht e lehtësuar. Banorët vazhduan të qeshin dhe të komentojnë, duke bërë të qartë se momenti ishte një nga ato çaste që do të mbeten në kujtesën e tyre për shumë kohë, një përzierje e humorit, shakat spontane dhe marrëdhënieve të komplikuara brenda Big Brother Kosova. Shtëpia ishte e mbushur me zhurmë kur Gjeneta u vendos në qendër të dhomës së përbashkët. Banorët e tjerë e panë menjëherë se ajo kishte diçka për të thënë dhe filluan të afrohen ngadalë, disa duke buzëqeshur, disa duke shkëmbyer shikime kurioze me njëri tjetrin. Atmosfera ishte e ngarkuar me një lloj pritjeje që të gjithë e dinin. Gjeneta po përgatitej të rrëfente diçka që do të bënte të gjithë të qeshnin. "Dëgjoni tani", filloi Gjeneta me një ton dramatik dhe të gjallë, duke i hedhur një shikim ludos. "Kam diçka për t'ju treguar që nuk është thjesht një histori, por një nga ato momente që nuk harrohen."
Ajo bëri një pauzë të vogël që nxiti qeshje të lehta nga banorët. Ndërsa disa filluan të komentojnë me shaka, "Oh, tani po fillon sërish." Ludo e shikoi me një buzëqeshje të madhe. "Oh, qa po thua tani?" "Po na ngjall kuriozitetin total," tha ai, duke e bërë Xhenetën të qesh dhe duke rritur atmosferën e përgjithshme. Banorët e tjerë u afruan më shumë, duke vendosur një rreth saj. Qeshjet filluan të shpërthenin her pas here, ndërsa Xheneta filloi të tregonte me dramatizim të madh çdo detaj të ngjarjes. Benita dhe Klodi ishin ngjitur me Tonin, të tre të lidhur me triko për një lojë të mëparshme. Kjo krijonte një vizualizim që tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe qeshjet filluan të rriteshin, sepse lëvizjet e detyruara të trupave dhe shprehjet e fytyrës dukeshin krejt komike. Klodi bëri një shaka të vogël, duke e shtyr lehtë Benitën dhe duke i thënë, "Shiko si dukemi këtu, nuk mund të ikim." Benita qeshi dhe ju përgjigj me ironinë e saj karakteristike, ndërsa Toni i hedhte shikime moderatore dhe bëri një koment, "Oh, dukeni shumë të ngjitur, kjo është komedia e ditës." Xheneta nuk u ndal. Ajo përdori gjeste të tepruara dhe mimik të gjerë për të dramatizuar çdo pjesë të historisë. Po, ishte një moment i çuditshëm, vazhdoi ajo, dhe Ludo. "Ti nuk e lash të shkoja më tej." Ajo bëri një pauzë të gjatë dramatike që nxiti të gjithë të shpërthenin në të qeshura të mëdha. Ludo ngriti duart dhe buzëqeshi. "Oh, ti e di që vetëm po e shohim, jo? Mos e dramatizo shumë." Kjo bëri që banorët të qeshin edhe më shumë. Disa prej tyre filluan të imitojnë gjestet e Xhenetës dhe Ludos, duke e kthyer momentin në një çast komedie improvizuese, ku secili banor po merrte pjesë aktivisht. Xheneta vazhdoi të shtonte detaje të reja me dramatizim. Ajo tregonte se si situata ishte përkeqësuar paksa për shkak të keqkuptimeve të vogla, dhe çdo fjali e saj nxirrte qeshje të tjera. Banorët filluan të ndërhynin me shaka, disa duke sugjeruar versionet e tyre të ngjarjes, duke e bërë situatën të duket sikur po luajë një mini skene teatrale. Toni bëri një koment ironik, "Oh, ky është episodi i preferuar i javës. Nuk e prisja këtë rreth trikos së përbashkët." Dhe kjo bëri që të gjithë të shpërthejnë në qeshje të tjera. Klodi e shikoi me një ton të lehtë dramatik dhe tha, Po, dukemi si ekip perfekt për komedi, ha. Benita qeshi dhe shtoi, "Mos e egzagjero, Klod, po na bëre të gjithë të qeshim." Gjatë minutave të mëtejshme, Xheneta filloi të përdorte më shumë mimik dhe gjeste dramatike, duke e bërë rrëfimin të ndjehej si një spektakël i vogël brenda shtëpisë. Banorët e tjerë filluan të shtonin komente, duke e dramatizuar çdo fjalë dhe duke e kthyer momentin në një lojë të përbashkët të humorit. Replikat vazhduan për disa minuta. Xheneta dhe Ludo, "Ti vetëm po buzëqesh dhe nuk ndalon." Ludo, "Oh, po, nuk mund ta ndaloj qeshjen, ha. Toni, "Oh, po dukeni të gjithë si një skuadër, nuk e di çfarë të them." Klodi, ha, po, kjo është situata më e çuditshme që ka ndodhur." Benita, po, nuk mund të ndaloj qeshjen." Qeshjet dhe komentet vazhduan, ndërsa banorët e tjerë filluan të bëjnë imitime dhe dramatizime të vogla të secilit moment. Xheneta shtoi një element komik duke ndryshuar zërin dhe tonin për të përforcuar pjesët më dramatike, ndërsa Ludo shtonte shaka dhe buzëqeshje. Për rreth 10 minuta, dhoma ishte e mbushur me energji, qeshje, komentime dhe dramatizim, duke e kthyer një histori të thjeshtë në një episod të paharrueshëm të Big Brother Kosova. Çdo banor mori pjesë, qeshjet ishin të përbashkëta, dhe momenti u shndërrua në një nga ato çaste spontane që do të kujtohen gjatë gjithë sezonit. Në fund, Xheneta përfundoi rrëfimin e saj me një buzëqeshje triumfale. Ludo bëri një shaka për të qetësuar tensionin e dramatizuar. Toni mbajti një ton humoristik dhe moderues, ndërsa Klodi dhe Benita qeshnin dhe komentonin çdo detaj. Banorët e tjerë mbetën duke qeshur dhe duke bërë shaka, duke treguar se kjo ishte humor, spontanitet dhe energji e pastër Big Brother, një nga ato çaste që i bashkon të gjithë dhe i bën momentet të paharrueshme.